Përshëndetje nga kuzhina Nirit, sot kam menduar se përgatit një tiramisu shumë shpejt, shumë qeshëm që vlen ta provoni. Krejt që kanë nevojitën janë sporit 800 gram me biskuta të tiramisus, i kemi ndo kështu pra për gjysmë për zgjati. Mandej në anën tjetër e marrim pra 1 litër me hopla si në Kosovë është, pra e gjeni këtu tek Turqit ose tek Mixmark në Gjermani që e keni edhe Shqipëllëm, produkti embelsuar, sikurse hopla për embelsira ose haltan që është në Kosovë, pra e embel që është, jo që është pashije si këto shlagzanet e një në Gjermani, për është tamam sikur hopla në Kosovë me embelsus. Mandej 500 gram me mascarpone, 2 përforcus të kremit, po ashtu ja qesim, brenda, edhe kafen e kum përgadit me ujë edhe me kafe Nescafe. Pra, nëse biskutat janë kështu pa sheqer, atëherë kafes ja shtoni pak sheqer nëse doni, unë i kam pra kështu me sheqer, kështu që nuk ka nevojë me i shtu kur gjë tjetër. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tash morrim 1 litër me hopla edhe qesim pra të miksimi. Andaj shtojna 500 gram me mascarpone. Tash morëm 2 përforcus të kremit, ka edhe në Kosovë, kuda ku bëhen atje, pra i gjeni kuda si këtu si atje. Edhe lëshojna mikserin, tash të përzina, pra derisa të bëhet mosa kremoze ashtu. Edhe mascarpone kremi që është, pra krem mascarpone është shumë i shishëm. Këtë krem mund t'ju them motra të dashura mundeni me përdor për çdo mbushje të torteve. Çka të përgatitni, ose muffin që përgatitni mi dekoru për mi, vlem ta përgatitni për gjitha. E kemi nal mikserin. Për juve motra tash që nuk e gjeni që të hoplen si kur të Kosovës që ju tregova. Edhe përgatitni shembull kremin mascarpone me 1 litër me shlagzane, ju duhet me qitë pra 4 qase përforcus të kremit, sepse këtu nuk është hopla si kur kjo, këtu është minxit roshet, kështu që ta keni parasysh 4 qase përforcuse për 1 litër shlagzane këtu në Gjermani, e shefni pra, edhe për çdo lloj filli torteve mundeni ta përgatitni, edhe super i shishëm. E shefni pra kremin, fantastik. Edhe pju të regoj po ashtu, kur të përgaditni, nëse përgaditni këtë krem mascarpone pra me shlagzane, duhet mja qitë dikon 100 gram sheqer pluhur, sepse këtu në Gjermani është hopla pa shije hiq, pra ata përdoret edhe për pite edhe për embelsira. Kur përgaditim embelsira, shembull ja shtojna sheqer, e kjo hopla, për ju që e keni pra në Kosovë, ose këtu nëse gjeni që përgadita une me që është me sheqer, s'keni nevojë mi qitë pra as pak sheqer pluhur. Hajde bismillah, fillojna me përgatitjen. I kam marrë biskutat edhe i kom qitë kështu i kom rendit pra në tepsi rëmbullake. E një mësu gjithmonë me përgatit në tepsi katrore, tash përshkojnë bismillah me tepsi rëmbullake që ja vlen pra kështu. Ti ndoni për zgjati që shpeshetin biskutat edhe ti renditni në tepsi. Kafen e përgaditur tash e morim edhe e kom qitë këtë shishën i lagum pra biskutat me kafen e përgaditur. Në këtë shishën e kom qitë 5 lugë të mesme me kafe edhe ujë normal, vluar edhe kom lanë me ftov. Tash ti e morim pra kremin që e kom përgadit, kremin mascarpone edhe e qesim për mi në gjitha ondë. Ja kemi qitë për rendin e parë të kremit, edhe tash ti e drejtojna qështu, mandej qesim edhe rendin e dytë me biskuta të tiramisus.
Mundeni me përgatit në mbrëmje, mundeni me përgatit gjatë ditës, sepse është ky krem mascarpone është shumë i mirë edhe kështu që bëhet i fortë, që s'keni nevojë shembull as mbrëmje me përgatit 2-3 orë me lënë në frigorifer, e shihni se është i trosh edhe tepër i shishëm. Kur të provoni bindeni vet. Edhe çka është më e mira pa alkohol. Tash të marrim biskutat rendin e dytë. I marrim edhe biskutat, tash prap i renditim të gjitha në tepsi. Prerjen pra ja kem po qëto, për zgjate si që përshefni, sepse është pra tepsia rrumbullake e jo katrore që shemi mësu gjithmonë. Edhe i nxan të gjitha. E kemi qitë rendin e para rreth, ta shkojna duke qitë edhe rendin në mes. I renditim pra biskutat një ka një. Super i shpejt, super i shishëm. Me të vërtet, unë këtë thamë, ki pa tiramisun që duhet me prit shumë gjatë, qëto e prit një orë në frigorifer edhe si të mas kërë t'keni mësafir, shpejt. Sepse është kremi shumë i mirë pra, edhe është i fortë që nuk i nevoj me prit, me u forcu në frigorifer. Tash i mbushim për krejt këto në mes me biskuta. Tash për mi krejt, ja qesem prap kofen, ku mdosh m'ja qit kremin, po ti që m'ka ra nërmen krejt, pa kofe, kështu që ma mirë pak ma vunë se hiq. Spërkotëm pra me kofe e biskutat të rendin e dytë edhe krejt në fund ja qesem kremin mascarpone. Ndodhë dhe kjo. Kështu që mirë, pështoj. Bas ja kemi qitë pra edhe kremin mascarpone për mi, bismillah ja qesim edhe kakaon, pra krejt në fund me një kulluse. Edhe tiramisu duket kështu, ja kemi qitë kakaon për mi, qoshet ja kemi pastru, edhe neve na beft mirë, juve po ashtu nëse provani. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga Kuzhina e Nerit. Ju them, miru pofshi.